Atëherë nisim pa humbur kohë, doja t'ju pyesja, siç edhe në fakt ishte edhe te prezantimi, intervista do të bazohet tek deklarata e komandantit të misionit paqërorjes të NATO-s në Kosovë, generali turk, i cili tha se situata në veriun e Kosovës megjithse kohët e fundit nuk ka pasur tensione si ato të vitit 2023, sërish rreziku mbetet i madh, domethënë është aty. Si e shikoni ju këtë deklaratë? A ka rrezik për të patur një rast tjetër si ai i Banjskës, po themi? Padyshim, deklarimi i komandantit misionit paqërorës në Kosovë, KFOR, për ministrave të mbrojtjes anëtare të NATO-s, pra është dëshmuar se e qartë e punës dhe angazhimit të misionit, pra nuk ka ndonjë pasqyrori apo nuk ka ndonjë ekskluzivitet në aspektin asaj se si dhe për çka ka deklaruar. Rrethonat janë të qarta, rrethonat janë të parashikueshme, sepse është të qartë që kriza në Kosovë është krizë politike dhe asesi e sigurisë. Prandaj edhe deklarimi i komandantit të KFOR-it pikërisht në këtë konstelacion dhe në këtë frym ka përshkruar qarta që Kosova dhe Serbia do duhej që padyshim të këtë arrijë një marrëveshje bilaterale ku në qendër është njohja reciproke dhe njëkohësisht kjo njohje e minimizon çështjet e krijimit të një fragiliteti në aspektin e sigurisë në Republikën e Kosovës. Po se a kemi mundësi që në të ardhmen kemi Banjska 2.0 apo do kemi ndonjë formë nëndryqe, kjo mbetet për të parë për të analizuar sepse ne dimi të qartë që Serbia në formën dhe mënyrën e veprimeve të saj ka asimetrike. Përmes formave të caktuar të cilat e tekalojnë pjesën konvencionale të aspektit ushtarak të sigurisë, përdor elementin terrorist, përdor elementin të njësive diverzante veçvuese apo ndonjë operacion diverzant për të infiltruar brenda hapësirës të territorit të Republikës së Kosovës për të kryer ndonjë aksion, siç të rasti në Banjskë, për të shkëputur tërësinë territoriale të Republikës së Kosovës, por njëkohësisht në anën tjetër për të goditur në infrastrukturën kritike të Republikës së Kosovës. Po, siç ka qenë rasti i Ujselsit. Në disa raste. Prandaj gjitha këto dëshmojnë faktin që Serbia e ka target Kosovën në këtë periudhë aktuale që ne po bisedojmë. Mund të konstatojmë një gjë, që Serbia është duke avancuar në aspektin e vlerave ushtarake, duke krijuar reziliencën ushtarake dhe njëkohësisht derisa të përmbyllet gjithë investimi i saj ushtarak, nuk do shohim ndonjë veprim konkret konvencional në Republikën e Kosovës apo ndonjë republikë tjetër, pavarësisht strategjive të qarta të cilat i ka shteti serbisë, janë strategjia e cila ndërthuret në pjesën e beslidhjes shpirtërore, që ata e kanë, që ka deklaruar edhe Aleksandar Vučić në 6 janar të këtij viti, kundër të cilat e përcakton që në qendër të veprimeve politike është trashëgimia, pra këtu i referohet përsisë se territoreve të cilat në të kaluar ishin pjesë përbërëse të Jugosllavisë së atëhershme. Prandaj fokusi do të mbetet Republika Srpska e Bosnjës, ku edhe tanësia dhe përdorimi i subjektivitetit dhe substancës për të goditur edhe prishjes së drejtonit të marrëveshjes së drejtonit, por njëkohësisht edhe për të patur mundësinë se aty ka vetë strukturë ushtarake, ka strukturë edhe policore, do të heqëm nga Banja Luka dhe sistemi politike nacionaliste të Ministrisë të Serbisë, ndërsa në pjesë të tjera tenton që përmes formës dhe mënyrës që po dënsova asimetrike hibride, përdor momentumet të caktuar për ta goditur në çfarëdo formë, në çfarëdo mënyrë stabilitetin e sigurisë kolektive në rajonin e Ballkanit Perëndimor. E qartë. Në fakt, tani, siç e përmendët edhe ju, Kosova ndodhet në një moment të krizës politike. A mendoni se Serbia mund të përfitojë nga ky moment edhe duke e njohur edhe strategjinë në fakt se si vepron, po themi. Serbia, mendoni që mund të veprojë dhe mund të godasë, për shembull, qoftë edhe infrastrukturën kritike sërish për të nxitur edhe më shumë destabilitet në këtë shtet? Po Serbia asnjëherë në asnjë mënyrë nuk do të pushojë se rështuari në goditjen e elementit politik dhe vakumin institucional në aspektin e
rikëthimit të zgjedhjeve në diskursin publik, jep mundësinë, jep hapësirë të veprimeve të strukturave hibride të Serbisë për mes dezinformimit dhe kampanjave të caktuara, por njëkohësisht në periudhën aktuale që ne po posedojmë me përgjithësi mund të themi se Serbia nuk është interesuar, sepse në shosën e referohemi aspektit faktik. Gjatë 2025-ës ka investuar 2.2 miliardë, gjatë 2024-ës ka investuar 2.35 miliardë dollar në pjesën e infrastrukturës ushtarake të zonë. Pra, derisa Serbia nuk e përmbyll aspektin e interesit të një ekspansionit të fuqisë ushtarake në terren, aja do të tentojë që me çdo kusht dhe në çdo mënyrë ta pres momentumin opsional dhe optimal në aspektin gjeopolitik dhe geostrategjik, duke rreshtuar interesin e saj mbrapa diskursit që tani më është në aspektin politik. Edhe fakti që Serbia ka deklaruar dhe ka zyrtarisht do të jetë në një periudhë dhe në periudhën e zgjedhjeve të parakoshme në nivel nacional, pra në periudhën 6 muajsh që nga dita sodi këtë tutje, pa do të shqetësohet momenti më i mirë i politikës aktuale të vendit për të hyrë në zgjedhje të parakoshme. Pra 2026 nuk do të jetë vit i krizës sa i përket cenimit të sigurisë nacionale të Republikës Kosovës. Njëkohësisht 2027 nuk e ka njëjtin tabor, sepse fillimi dhe mbarimi i 2027-s do të jetë në diskursin e zhvillimeve që karakterizuar në zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e çështjes gjeopolitike globale, po edhe pjesës e Expos, pra është një panajër ndërkombëtar i cili do të zhvillohet dhe organizohet në Beograd. Expo 2027, ku shumë kompani botërore do të investojnë në pjesën e ekonomisë serbe dhe Serbia në asnjë rrafall dhe në asnjë mënyrë nuk do të tentojë që të cenohet investimet të mëdha kompanive afrikane, sepse në një vend krize askush nuk vjen të investojë. Prandaj pas 2027-s, pa vënë 2028-s, ku ne si Kosovë do i shpalosim dhe do i deklarojmë që plani i transformimit të FSK-s në forcat armatore të Republikës Kosovës do të jetë pikërisht atëherë ndoshta një momentum që Serbia tenton të përdorë aspektin politik, dhe pse jo përmes formave asimetrike të një konflikti të mundshëm të koordinuar në struktura afrikane, varësisht nga ndryshimet që mund të vitet edhe nga marrëveshje eventuale për paqen në mes Ukrainës dhe Rusisë. E qartë, pra po thoni që në 2 vitet e ardhshme nuk ka një rrezik për sulme, po themi, ndaj Kosovës, për sulme të armatosura apo për sulme që në fakt do të cënonin drejt për së drejti, përveç në fakt aspekteve që mund të jenë sulme hibride apo gjëra infiltrime apo provokime. Ne mund të themi me përgjigje plot për audiencën juaj që në periudhën 2 vjeçare nuk do të shohim ndonjë formacioni të një konflikti konvencional të armatosur, pa dyshim çështja asimetrike, luta hibride do të jetë permanente. Dhe njëkohësisht edhe marrëveshja tripaqe Kroaci, Shqipëri, Kosovë ka çuar dhe përçu mesazhin adekuat. Ju dini qartë që ministri i mbrojtjes Republikës Kosovës dhe ministri i mbrojtjes aktualisht i Shtetit Shqiptar kanë proklamuar edhe fillimin e investimit në investimin ushtarak, dhe pikërisht ky investim ushtarak në Shqipëri dhe në Kosovë e fuzionon marrëveshjen tripaqe të regionalizimit ushtarak NATO 3.0 me në krye edhe si partnere strategjike Zagrebin zyrtar. Pra, derisa ekziston kjo marrëveshje ushtarake tripaqe, derisa ne do të shohim gjatë 2026 3 ushtrime ushtarake, 2 në pjesën e Zagrebit, pra në pjesën e Kroacisë dhe 1 në pjesën e territorit të shqiptar. Është mesazh i mjaftuar, por njëkohësisht për audiencën e juaj do duhet të theksojmë faktin që ne kemi një marrëveshje ushtarake, një marrëveshje mbrojtjes edhe me Shtetin Shqiptar. Pra strategjia e mbrojtjes së Shtetit Shqiptar është e inkorporuar në Republikën e Kosovës. Prandaj edhe deklarimi i ish-ministrit të mbrojtjes së Shtetit Shqiptar, Zoti Bengo, një nga takimet që ka pasur ministrat e mbrojtjes anëtarë të NATO-s, ka proklamuar dhe ka kërkuar një zëri dhe unanimisht që në rast të cënimit të sigurisë të brezit kufita apo sigurisë kombëtare të Republikës Kosovës, Shqipëria të lirohet nga 1.5 i traktatit të NATO-s, dhe me këtë akt kanë mbështetur forcën e sigurisë Kosovës, njëkohësisht edhe deklarimi
i ministrit mbrojtjes kroatit, që të tjerë ka potencuar se ne jemi pjesë e Aleancës Transatlantike, por nuk do të na ndalojë askush që ta mbështesim Kosovën në rastin do të thuhej që ajo të mbrojë nga një agresor që është pola serbe. Po kjo do të bëhet për të parë pas 2027-s, fillimit të 2023-s, derisa kemi ndryshime dhe pikëri politike të zhvillimit që janë duke karakterizuar nivelin botror. E qartë, atëherë zgjedhjet u caktuan për datën 7 qershor, në fakt që ishte edhe vendimi i fundit pas takimit që ushtruesja e detyrës së presidentes zhvilloi me partitë politike. Tani, në aspektin e sigurisë, besoj që se rasti 2023-shit ishin pikërisht zgjedhje të cilat shkaktuan trazirat në veri të Kosovës. Tani ju normalisht e thatë edhe pak më herët që nuk ka rrezik për sulme, por mendoni që sërish do të ketë një retorik politike, po themi të ashpër nga të dyja anët për zgjedhjet që mund të zhvillohen edhe në komunat me shumicë serbe. Si e shikoni? Ne do duhet ta ndojmë procesin zgjedhor nacional për atit lokal, sepse në aspektin nacional ne kemi diskurs të themi të ashpërsisë së gjuhës në taburin shqiptar, pra në mes partive politike shqiptare, të cilat janë edhe pjesa shumice në Kuvendin e Republikës së Kosovës, nëse sa kërket taburit të komunitetit serb, ku dihet se lista serbe të dëgjuara dhe të udhëhequr nga ana e programit zyrtar nuk do të lejoj që të ikë një mandat që shkandohet në 2 zgjedhjet e fundit, pra ti fitoj të 10 mandatet nga komiteti jo shumicë shqiptar, pra të komitetit serb, dhe për këtë gjë Serbia do të vazhdojë të investojë dhe të mbështesë strukturat përkatëse politike të listës serbe përmes formave dhe mënyrave përkatëse për të arritur qëllimin primar, i cili ndër të tjera është çështja e betonizimit të pozicionimit të programit brenda strukturës kushtetuese të Republikës së Kosovës përmes listës serbe. Derisa ekziston kjo strukturë politike hibride, ta themi në aspektin e delegimit të kërkesave të partisë Aleksandar Vučić, ne do të shohim një ashpërsim ndoshta pas zgjedhjeve, ku kjo ashpërsim do të karakterizohet në aspektin e kërkesës që të vjen nga komunat serbe në pjesë të ndryshme të Kosovës që të iniciuohet edhe të zbatohet asociacioni komunave më shumë serbe dhe tek atëherë ne mund të shohim ndoshta ndonjë veprim të mundshëm të strukturave udhëheqëse të Beogradit, por gjithmonë duke referuar informacioneve të cilat janë në kanale diplomatike pa negociuar në aspektin e ushtarak që tani më vetë komandanti i KFOR ka potencuar në takimin që ka bërë në Bruxelles. Pra, çështjet janë komplekse, janë shumë dimensionale, por fakti që jemi në ciklat ndryshme zgjedhore jep mundësinë e një vërtetësie të mundshëm politik dhe shoqëror në Republikën e Kosovës. Atëherë, takimi i fundit i niveleve të larta midis Serbisë dhe Kosovës ka ndodhur në shtatorin e vitit 2023. Domethënë, nëse do ishte Kosova tani në kushte normale, po themi politike, dhe që të vijonte mandati normalisht, mandati fituar në muajin dhjetor, dhe të mos shkonin përsëri në zgjedhjet parakohshme, se duke qenë se edhe krye negociatori është caktuar, sepse zoti Kurti e deklaroi para pak ditësh. Mendoni që do të ishte, domethënë, rreziqet do të ishin edhe më të ulta, duke qenë që edhe sipas thirrjeve të NATO-s dhe të BE-s do të fillonte dhe do të rivendosej sërish dialogu. Pra, nuk do ishim duke folur në fakt për rreziqe as në vitin 2028. Padyshim në shoftë se ne do kishim patur një rrjedhë normale para sulmit të Banjskës, pra para sulmit të orkestruar dhe të mbështetur nga Beogradi zyrtar, në qoftë nuk kishte menduar ai rast. Po. Tash arsyeja domon kontinuiteti i zhvillimeve dhe dialogimit politik do kishte me patur apo do kishte me të arsyeshme në rast se do kishte me ekzistuar një situatë më ndryshe në terren. Ne patëm rastin e shtatorit 2023, sulmet të orkestruar të mbështetur nga Beogradi zyrtar, po pasëm humbjen e jetës së zyrtarit policor në rrugën e integritetit dhe suverenitetit të Kosovës. Pra, ku ne tentuam të rikthehemi në procesin e dialogimit si pjesë e Bashkimit Evropian dhe mundësi si Kosova dhe Serbia të arrijnë zgjedhje përfundimtare, por që nga ajo kohë ne mund të themi se Serbia ka vazhduar të shkëputet nga pjesë të çndrimeve
të mëparshme për të gjetur një rrugë alternative të komunikimit normal në shtetin e Kosovës, duke tentuar që në çdo formë, në çdo mënyrë të bllokojë çdo proces të mundshëm të dialogimit. Dhe si rezultat patëm edhe takimin e ambasadorit të Shtetit Bashkuar të Amerikës në NATO, i cili ishte edhe në Kosovë, por në Beograd, madje duke përçuar mesazhin e qartë në Beograd, duke thënë që Serbia do duhet të rikthehet me shqetësim dhe me strategji nga pjesa perëndimore, dhe që në fakt Serbia e ka përzier tani me diskursin dhe fatin e saj politik, dhe mbi këtë fat, këtë diskurs politik, është lindja dhe si rezultati i asaj, procesit të dialogimit mes Kosovës dhe Serbisë nuk do e shoh një mundësi reale faktike kjo të ndodhë pavarësisht takimit të aktorëve relevant në pjesën e dialogimit, por nuk do të shoh një prosperitet dialogu derisa një proces zgjedhor, derisa Serbia sipas gjitha gjata do të qenë në proces zgjedhor të saj të parakoshme të atyre të zgjedhjes. Po e qartë, domethënë edhe për disa kohë të paktën brenda këtij viti nuk do të kemi një rivendosje të dialogut. Nuk shoh ndonjë perspektivë të mëndshëm në aspektin e rikthimit të liderëve shtetëror në procesin e arritjes së një marrëveshje përfundimtare. Ne mund të kemi takime të nivelit taktiko-teknik, por asnjë në nivelin e përcaktues të aspektit politik për të çuar në tutje çështjen e dialogimit të Kosovës dhe Serbisë. Atëherë NATO i ka bërë shpeshherë thirrje Serbisë që të përcaktojë përgjegjësitë për rastin Banjska. Mendoni që Serbia do të bëjë ndonjë hap për këtë, për që më pas që të riniset edhe dialogu me Kosovën, sepse duhet të hedhë njëherë Serbia një hap në aspektin e mbajtjes së përgjegjësive për Banjskën, për sulmet e fundit, edhe më pas mbase të rivendoset dialogu. Mendoni që do ketë një hap konkret nga ana e Serbisë? Serbia në asnjë rrethon, në asnjë mënyrë, në asnjë çast nuk do të sjellë para drejtësisë së vet, apo nuk do të sjellë konfront me pjesën e Bashkimit Evropian si aktorët relevant të sulmit terrorist, diverzant, me pretendimet e aneksimit të territorit të Republikës Kosovës para drejtësisë serbe. Sepse po bie Milan Radičić, do bie edhe paranoria kriminale mafioze të organizuar të Aleksandar Vučić. Dhe si rezultat i asaj, çdo tentativë faktorë ndërkombëtar që të bëjë presion në drejtim të Beogradit për të sjellur para drejtësisë, kjo gjë do të vinë në vesh të shurë. Sepse Serbia edhe ka të qartë pasta politike aktuale në Beograd, qoftë politika dhe opozicia atje, që në asnjë rrethon asnjë formë nuk do ta ndryshojnë qëndrimin e tyre çka të Kosovës, por negociisht edhe aktrimi i tyre të faktorëve ndërkombëtar nuk do të ndalet së rishkuarit së vepruarit, sepse Serbia e ka si qartë që veprimet aktuale për të sjellur para drejtësisë aktorët relevant të Banjskës nuk do të ndodhë. Ne kemi filluar një proces gjyqësor në Kosovë, edhe kemi ndjerë vendimin e gjykatës, ku 2 nga 3 të gjykuarit janë të dënuar me burgim të përjetshëm, ndërsa i treti është dënuar me burgimin e cilëve vite, por që kjo është vetëm një gjysmë e drejtësisë e ardhur në vend, sepse gjysma e tjetër është pikërisht me në ky Aleksandar Vučić, i cili ka udhëhequr përmes linjes së tij politike deri te niveli ushtarak të limit të përdorimit të infrastrukturës së Serbisë në sulm në drejtim të Republikës së Kosovës.